Procesi i dezinsektimit në Vlorë është i vonuar. Kështu mendojnë edhe qytetarët e Vlorës, të cilët thonë se mushkonjat janë kthyer në një shqetësim serioz për ta. Procesi i dezinsektimit duhet të kishte nisur qysh në muajin mars, por kur tashmë ky muaj ka kaluar dhe kemi hyrë në muajin prill, ende nuk duket asgjë në horizont. Temperaturat e larta, por edhe lagështia favorizojnë ciklin e tyre të shumimit, duke bërë që popullata e mushkonjave të rritet me ritme më të shpejta se vitet e mëparshme. Banorët e Vlorës e shikojnë këtë problematik me mjaft shqetësim, ndërsa thonë gjithashtu se situata është problematike, sidomos në zonat ku ka kanale me ujëra të ndënjur. Por edhe në të gjithë qytetin, tashmë mushkonjat janë kthyer në një shqetësim. Qytetarët i druajnë gjithashtu edhe sëmundjeve infektive që përhapen nga mushkonjat. Dikur, edhe me shkencë ka që në muajin mars, në fund të shkurtit dhe muajin mars duhet, sepse lavra atëherë zhvillohet. Por këta jo tender do të thot, do e thosh, tender baras me vjedhje. Këta nuk i bëjnë. Kur i bëjnë këta nuk ashtu. Me gjithatë. Puna qëndron këtu te këta. Nuk punohet në asnjë mënyrë, sepse po të duash të punosh, punë ka. Pse ju, si 6+ është, veni kudo. Ermal, jo për të bëj qefi ju si gazetar, si Ermal, si person, si gazetar, si vlonjat, ti, apo si këta kameramanët, ku ven? Ven në Kuq, ven në Gorisht, ven në Zvërnec, ven në gjitha. Ajo pelgacja, da themi vlonjaqe, ajo pelgacja në Zvërnec do bëhet mushkonj. Ku do vej? Pse vetë ti atje? Ju pse punoni? Këta nuk punojnë, inshallah, kjo bashkia, inshallah, Zoti, me qenë se e di, të hënën e tuti e thonë që do bëjë nxetë. Do bëjë nxetë dhe mushkojnë do në haj, infeksioni që e qyshe tek, në mos në 100 veta, 2 veta do smure. Duhet ishte bërë? Duhet ishte bërë. Bëjnë që në marsa do, bëjnë që në marsa. Po me hedhe kako. Kako? Kur të shumojnë që më shumë. Për që të hanë që këtë të ankojnë njëzëse. Si s'ka musi, si s'ka mushkonja, si nuk është shqetësusi. Këtu ta trajtojnë ta mbajnë ata që e kanë përsipër për ta ngartë këtë gjë. Ky problem është problem që flet vetë fakti, jo të themi ne. Një nga pikat më delikate si vend turistik jemi ne. Aja kësaj pune, kjo punë është. Dhe duhen marrë masa për dezinfektim. Patjetër, sa më pa, duhet të ishbërët. Duhet ishte për dezinfektim. Ka mushkonja dhe janë një problem sidomos për moshën e 3 dhe për fëmijët. Duhet të bësh dezinfeksioni, po nuk është bërë, nuk ka përgjegjësi na njerëzit që janë kompetentë dhe çfarë të them unë më shumë. Por ju vetë janë shqetësuese në këtë? Shumë shqetësuese dhe bile janë dhe të dëmshme. Mua për shembull më sulmojnë shumë, nuk e di. Kam gjallë, jo, kam shumë seriozisht që unë kam shumë problem. Se krijojnë dhe infekcione. Po, infekcione tëra këtu vinë edhe kruajtje këto. Infektimi më shpejt? Po, duhet bërë. Për mushkonja për mizat tjetër, se natyra ka plot insekte. Duhet bërë më shpejt dezinfektimin? Absolutisht po. Por nuk ka patur, por ka disa zona të qytetit që janë disa zona të qytetit që duhen bërë akoma më tepër investime në këto. Procesi i dezinsektimit duhet të kishte nisur më herët në mënyrë parandaluese, ndërsa tashmë duket se situata është problematike edhe nga vetë qytetarët, të cilët konfirmojnë faktin se mushkonjat janë kthyer në një shqetësim. Por edhe për institucionet shëndetësore dezinsektimi është një shqetësim më vete, ndërsa duket se nuk ka nisur ende puna dhe nuk ka një datë se kur do të nisë ky proces.